Komunikimi familjar nuk është i lehtë edhe po të mos kishte fare teknologji, sepse moshat janë të ndryshme. Ajo që i intereson gjyshit nuk i intereson vetë djalit të tij që tashmë është baba, e nuk i intereson fare nipit të tij që është djali i djalit. Dhe ana sjelltas merr edhe në gjini të kundërt, pra i kemi po të njëjtat probleme ndoshta, por me theks të veçantë, teknologjia që ofron të kundërtën, teknologjia që i mundson të gjithëve që të gjejnë atë që e duan, atë që ju mungon atyre, e jo ta kenë atë që e kanë të imponuar. Nëse shkojmë dikun mysafir, ose presim dikë mysafir, ai është mysafiri që sonte ka qelluar. E duam apo nuk e duam, ne kalojmë natën me te. Na don apo nuk na do, na ka në konakun e tij. E fëmijët me theks të veçantë këtë nuk e durojnë. Ata duan të rrinë vetëm me ata që i duan. E ata, nëse i kanë real, shok, do të luajnë me ta. Por me theks të veçantë është teknologjia kjo që është prezente, dhe ai gjersa ka një telefon në dorë, është problem. Dhe jo vetëm për fëmijët. Ne kësaj i gjejmë të gjithë anëtarët e familjes. E sheh prindin se ndoshta ka interesim për diçka që është më avancuar, mund të ndjek ndonjë seminar ndoshta, ose mund të ndjek edhe ndonjë aparat të caktuar që i intereson. Mund të ndjek edhe ndonjë program bujqësor nëse është i tillë. Mund të ndjek ndonjë traktor të mirë, ndonjë kamion të mirë, ndonjë biznes, lajme. Megjithatë, të gjitha këto nuk janë në interesin e bashkëshortës, nënës së fëmijës në atë shtëpi. Ajo përcjell kuzhinën, ajo përcjell se si në një fshat diku përgatitin, bëjnë gati këtë e atë prej ushqimeve, gjersa sheh fëmijën djalë duke përcjell TikTokun, e vajzën Instagramin apo anasjelltas, i sheh se brenda një shtëpie, dikush pra është me TikTok, dikush me Instagram, dikush me YouTuben, e dikush me Facebookun, pra duke përcjell lajmet e huaja, i sheh se secili është i angazhuar me veten. Dhe tash kujt i flasim? Kush është fajtori? Fëmia? Të gjithë janë fajtor, por për të pas ndonjë efektivitet në çështjen e bisedës së përbashkët, duhet t'i largojmë këto mjete. Madje, nga njëherë prej gabimeve që mund të thuhet dhe të bëhen janë zëvendësimi i ndejave në shtëpi me mjete të ndryshme të teknologjisë. Dikush thot ne kemi grupin familjar të WhatsAppit dhe komunikojmë. Mirë shumë. A është bukur virtual, është për biseda dhe për informata, është i njëjtë, ndoshta edhe më i shpejt, por për emocione nuk është i tillë. Dhe gjersa emocioni i përqafimit bëhet një emoj, bëhet një figurë e cila të zavendëson fjalën të dua, të zavendëson përqafimin, ngrohtësinë e prindit me fëmijën dhe anasjelltas, atëherë bie se ne kemi kaluar në gjithçka virtuale aty. Pra, let e thjesht atë që e japin ekspertët e fushës. Duhet të kemi orë pa internet. Duhet të kemi orë pa teknologji. Për të mos thënë, duhet të kemi orë pa energji elektrike. Ndoshta, nga njëherë disa prind që kanë provuar këtë, kinse nga harresa apo në ndonjë mënyrë tjetër, kanë shkyqur aparatin e shpërndarjes së internetit në shtëpi, dhe gjersa ka pasë të gjithë janë duke hulumtuar se ku është faji dhe çfarë ndodhi, mund ndodhë që për një orë ose dy ata janë bashkuar dhe kanë pi çaj së bashku në sallonin e tyre, në terasën e tyre. Dhe kësaj të mirë ishin prindrit, të mirë ishin edhe fëmijët. Sikur që këtë pandemia i solli shumë familje afër njëri tjetrit dhe të gjithë i lavdronin se edhe këta shtëpisë ishin të mirë. Edhe me këta po bisedohej, edhe me këta po kalohej koha. Me fjalë të tjera, i kemi shumë mundësi të sotme, sidomos në kuptimin e kuzhinës, në kuptimin e tavolinës, në kuptimin e ushqimit, pra dhe në kuptimin e koltuqeve dhe rrethanave të tjera, të ndriçimit dhe gjithçka që është më e mirë dhe më e përshtatshme për të ndajtur bashkë, duhet të provojmë t'i kultivojmë e t'i shfrytëzojmë maksimalisht. Në të kundërtën, mos mendo se ke bërë një sallon të mirë, gjersa fëmia jot ka një telefon të mençur në dorë. Sepse
shoqëria virtuale është më interesante për te atje në Kinë, për te oqeanit apo diku tjetër, se sa atë që të duket se me trup është me ty, e me zemër, e me shpirt është me dikë tjetër.